Forcat e posaçme Shqiponia në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan në flagrancë një 26 vjeçar nga Shkodra. Sipas bluve, i riu me iniciale të MH teksa po lëvizte me një automjet gjatë kontrollit që i është bërë. Shërbimet të policisë i gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një objekt të modifikuar për qitje. Sa kaq specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve ndaluan një 45 vjeçar banues në Shijak, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar e sigurisë arrest në burg për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe trafikimi narkotikëve të kryera në bashkëpunim. Ky shtetas u kap në pikën e kalimit kufitar Port Durrës, ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një 52 vjeçar banues në fshatin Dobraç për veprat penale, fshehja e të ardhurave, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm dhe punësimi i paligjshëm, pasi nga verifikimet e kryera në lavazhin e tij rezultoi se nuk kishte dokumentacionin përkatës për ushtrimin e aktivitetit. Sa kaq specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për dy shtetas banues në Shkodër, pasi kanë kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë në Theth referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për 4 shtetas, pasi kanë kryer punime ndërtimi në Theth pa lejen përkatëse. Ndërkohë specialistët e policisë kufitare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një 41 vjeçar banues në Shkodër, pasi është kapur në hyrje të qytetit të Shkodrës duke transportuar mallra dhe produkte ushqimore të cilat dyshohet se i ka kontrabanduar nga Mali i Zi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër. Për veprime të mëtejshme njofton policia.